Do të shkoj pak tek rasti i dytë, do të ndalim me rastin e gjyshes dhe 3 fëmijëve të moshës 5, 10 dhe 12 vjeç që ka denoncuar nusen e djalit për mungesë, ish nusen e djalit për mungesë të kujdesjes nga të vegjelve. Ka qenë fakt një lajm që ka marrë goxha vëmendje, ka qenë një lajm për të cilin është ndërgjegjësimi ndoshta edhe për faktin se futen fëmijët e vegjël nën moshë. Sigurisht që ka qenë goxha delikate, po do të kem në lidhje Albana Qiriakon për të më treguar pak më shumë nga rasti i 33 vjeçares, në cilin është bërë një denoncim keq trajtim i të miturve. Nëna në fakt ka bërë dëshminë e saj në polici, mund ta jap dëshminë e policisë paralelisht që të kem. Po, kam dhe nënën në lidhje telefonike në këto momente. Mirë se vjen. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen. Besoj që ky lajm të ka habitur edhe ty ose të ka tronditur edhe ty. Dua që të pyes, në momentin që ka ardhur policia në shtëpi, ju ku keni qenë? Atëherë, do të thoya dy gjëra. Po. Para, unë jam lajmëruar nga policia që fëmijët e mi ishin marrë, edhe dyta domethënë i kam lënë policisë gjithë organet kompetente për të marrë me këtë pjesë. Normal që unë do jem në bashkëpunim me të gjithë me policinë, me mbrojtjen e sociale, me mbrojtjen kundër fëmijëve, me çdo lloj, domethënë institucioni që ka të bëjë lidhur me drejtat për fëmijët e mi. E kuptoj. Jo, e kuptoj këtë pjesën. Tani ndalemi pak këtu përpara se të vim deri tek denoncimi nga ish vjera juaj. Ju vet jetonin në Durrës. Prej sa vitesh keni që jetoni në Durrës? Prej shumë vitesh, 15-16 vjet. 15-16 vite. Sa vite keni qeni divorcuar? Po, bëj 5 vjet. 5 vjet. Si është sot gjendja e fëmijëve, nëse mund të të pyes, i ke takuar? Gjendja është, po me fëmijët janë tani, është gjendja shumë e mirë. Është gjendje mirë, pra nuk ka patur probleme. Jo, as pak. Nuk kanë qenë të traumatizuar. Jo, tani për momentin është shumë mirë gjendja. Ju keni bërë një ose të paktën në dëshminë tuaj në polici, cilën unë kam lexuar, mbas divorcit, ju keni thënë që bashkëshorti juaj, ish bashkëshorti juaj, ju kanë ndihmuar vetëm me 180.000 lekë para të vjetra, që ju jep çdo muaj, apo jo? Po. Keni kërkuar një vlerë më të lartë, ju keni folur që keni probleme ekonomike? Tani normal si çdo familje shqiptare. Si ka qenë biseda me ish bashkëshortin tuaj? Do unë s'kam asnjë lloj kontakti me bashkëshortin. Nuk flisni fare me të? Jo. Po me nënën e tij? Jo, as me gjyshen nuk po. As me gjyshen s'ke patur as... Domethënë që ka vjen në Shqipëri, në të kërkon fëmijët me fol, të lutem. Raja. Po? Më falë se fëmijët të lënë. Jo, s'ka problem. Atëherë, ka që do të thoj, domethënë që çdo gjë, domethënë unë kam në organe kompetente, policisë dhe gjithë administrata, domethënë që ashtu. E çdo gjë do jenë ata që do japin informacione lidhje për. Po unë dua të kuptoj pak. Ti jeton, si ka hyrë nëna në shtëpinë tënde? Normal të gjyshja e fëmijëve ka hapur derën fëmijët. Ja kanë hapur derën fëmijët nga brenda? Po, se fëmijët, domethënë nuk është se kanë marrëdhënie të keqe, domethënë fëmijët e mi janë. Fëmijët i takojnë gjithmonë gjyshen, e takojnë babain e tyre? Kur vjen në Shqipëri, po. Kur vjen në Shqipëri. Po ti vetë marrëdhënien me nënën e ish bashkëshortit. Si e ke patur? Marrëdhënie nuk është se kam pasur marrëdhënie të mirë, si është kaq. Kontakti ka qenë vetëm lidhje me fëmijët, asnjë gjë më tepër. Tani, unë dua të ndalem pak tek një dëshmi e jote ku ti thua, kam 5 vjet të divorcuar, punoj banakjere dhe të 3 fëmijët i lë së bashku kur ikin në punë. Po. Paguhem ma jepni pak regjia ju lutem në... Po. Paguhem... Po, kam 3 fëmijë, 5, 10 dhe 12 vjeç. Kam 5 vjet të divorcuar, punoj banakjere dhe të 3 fëmijët i lë së bashku kur ikin në punë. Paguhem 400.000 lekë në muaj dhe paguaj 300.000 lekë qera. E kam pa mundur që të rri me fëmijët, se s'kam të ardhura me çfarë të paguaj qera dhe t'i ushqej. Ky është një kurth nga ish vjera e cila më ka paditur se braktis fëmijët dhe si mund ta bëj unë këtë kur unë vetë punoj.
më ka hyrë pa leje në shtëpi, ka mësuar fëmijët të flasin keq kundër meje, nuk e di, por kjo është e patolerueshme. Si vjen në shtëpinë time pa leje dhe më denoncon në polici, do t'i mbroj fëmijët se babai i fëmijëve ka qenë në burg në Itali për 5 vjet. Doli nga burgu dhe ka paguar për fëmijët vetëm 180.000 lekë të vjetra. Si mund t'i ushqej fëmijët unë me këtë pagesë në muaj? Unë fëmijët nuk i braktis kur se jam nën. Djali i dytë vuante nga epilepsia dhe kam shkuar në spital për kurim për një kohë të gjatë. Tani është më mirë, fëmijët nuk i lënë në jetimore. Po. Është e vërtet që këtë keni dëshmuar ju në polici? Po, nuk i lë dhe as nuk kam për t'i lë kur. Dhe sa të kemi frymet, nuk kam për t'i lë kur fëmijët e mi. Pra, gjykata ka vendosur që mbas divorcit tuaj, babai paguaj vetëm 180.000 lekë të vjetra për 3 fëmijët? Po. Ndërkohë nga ana tjetër, ti më thuaj që ke patur një marrëdhënie jo fort mirë me vjerën. Pse po e bën ajo këtë? Nuk e di, është... Pse thua që është fort? Pse mendon ti? Dakor, ti vetë, pse mendon? Nuk e di, nuk du t'ja për akuza atë pak, do më thënë ashtu, thjesht, do më thënë du t'ja leo policisa me ta zgjidhë këtë punë. Do t'ja leo, ke besim tek policia duke qenë se është bërë një denoncim ndaj teje? Po normal që kam besim, se dhe sa jam me drejtë, dhe sa jam me pasë, nuk më besoj se drejtëra zgjidhet. Në një moment ti thua që fëmijët, ajo i ka mësuar fëmijët që të flasin keq për ty. Pse mendon këtë? Çfarë ka ndodhur? Çfarë të kanë thënë këty fëmijët? Nuk e di pse e bën, nuk e di pse mund ta bëj këtë gjë. Çfarë i ka thënë ajo fëmijëve për ty? Dhe se nuk jam në një emocionalisht me folë më gjatë, thjesht dua të them që ka vënë policisë gjithë organet të merren me drejtsinë e zbarë në këtë çështje. Dhe domethënë mos thirret me baltë në emrin tim. Mirë, dakor, më lër. Do ta zgjidh nga një psikologjike se jam shumë keq për momentin. E kuptoj. Ndaj fëmijëve të mi. Mundet. Në momentin jam me fëmijët tu dhe nuk du të flas kështu ja. E kuptoj. Mirë, mund të të pyes vetëm pak për pjesën e punës. Për pjesën e punës. Ti punon sa orë në ditë punon? Ka punu me 1 turn, ka punu me 2 turne. Pra varet për siguruar të ardhurat. Po. Të është dashur për shkakun që ti lësh ndonjëherë fëmijët me orë të gjata? Jo çdo mbasdite çdo darkë ku janë të fëmijët e mi. E kuptoj. Mirë, fëmijët shkojnë në Kopësht, në shkollë? Po, shkojnë. Janë. Kam patur ata probleme me shkollën? Jo, as pak. Asnjëherë. Mirë, të falenderoj. Edhe të uroj më të mirat. Faleminderit. Uroj që drejtësia të zbatet. Uroj dhe unë që t'jetë ashtu, megjithatë dhe një pyetje të fundit me që se di që duhet largohesh. Më the që nuk mund të flas me të fëmijëve për këtë gjë, do të nuk do t'i rëndoj fëmijët. Okej, e qartë. Mirë, faleminderit. Shumë faleminderit. Ju. Çfarë kishe avokat? Jo, po dëgjojmë dëshminë dhe ka shumë anomali juridike. Kanë anomali juridike? Pse? Po këto hynë automatikisht në 124 braktisja fëmijëve, s'ta kanë automatikisht. Që është në 2 paragrafe. Braktisja e fëmijëve? Po, ajo po i lën vetëm fëmijë. Si mund është me lënë një fëmijë 10 vjeç gjithë ditën vetëm? E kuptojmë i qik. Po mirë. Ka fitu i divorc. Me drejt, sepse fëmija i mitur të rrinë me maman, është masë normale, dhe pikrisht rrinë me maman fëmija, sepse është mitur. Dhe të imaginojmë që rrinë fëmijë 2, 5 apo 10 vjeç, shtëpi vetëm, gjithë ditën. Po mirë, po një rivlerësim të këtij vendimit që është dhënë 180.000 lekë që të mbajë një nën me 3 kalamaj. Këtu duhet me shëndëruar shumë, sepse kjo është absurde, kjo nuk është normale, sepse unë merrem edhe vetë me divorce dhe nuk ka mundësi që me pagu për të 3 fëmijë, jo, sidomos të mitur, i qenë të 10.000 lekë të vjetra. Këtu është një anomali e paparë. Nuk e di, gjykata duhet. Më dhe që unë të shkoj deri në pikën që të gjykoj një nën. Që pse punon për 3 nuk e di kur e ka bë divorcin, nuk e di kur ka marrë vendimi, para 5 viteve. Pra si duhet para 5 viteve. Ka qenë fëmia sa ka lindë edhe fëmia i fundit pra. Sa ka lindë edhe fëmia i fundit. Zoja dash në bërën kim gjykatën e apelit me kërku një shumë më të madhe për detyrim prindëror, sepse është jetike për me mojtë fëmijët, pika parë.
Dhe pika 2 që është më kryesorja, dhe thelpsore mendoj unë, është fakti që dëgjume nga Zoja, faktin që i shoqi, ish bashkëshorti, ka paguar disa kohë edhe tash i paguar. Po ish bashkëshorti me këtë veprim, thyen urdhën e gjykatës dhe përfundon kokër të burgut. Duhet të informu kjo Zojën për këtë punë, sepse ndoshta është edhe pa informuar, ndoshta nuk e din, ndoshta nuk e ka mundësinë të pasur një avokat. Po ka disa zyra tjera, nime juridike falas, të cilët Zoja duhet t'i drejtohet. Sepse po hyn katë edhe me fëmijët e vegjël. E qartë. Mirë, shkoj pak tek Albana, me që Albana mund të më japë edhe disa detaje më shumë. Albana, ku gjendesh ti në këto momente? Flori, unë jam përpara spitalit pediatrik të qytetit të Durrësit, pata fatin fakt, arrita që të futesha deri në katin e 4, aty ku ndodhen fëmijët dhe mamajat, e cila sapo foli para pak. Ishte në kushte psikologjike jo mirë në fakt, dhe insistova që të futej në lidhje dhe bëm një pak që do të futej pa fytyrë në fakt, vetëm me zërin e saj, sepse nuk ndjehe mirë, sa jo as fëmijët në fakt. Unë hyra i pash vetë fëmijët ishin në gjendje të mirë shëndetësore. I pyeta për maman e tyre nëse mamaja vjen në shtëpi çdo ditë dhe kujdeset për ta, djali i madh, i cili ishte rreth 12 vjeç, u përgjigj që mami vjen çdo darkë në shtëpi dhe ajo punon gjatë gjithë ditës për ne. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe që unë kam ardhur nga televizioni dhe kam arritur në Durrës, kam pa pushimi, kam rënë telefonit edhe të zonjës Dallën Dyshe Vela, e cila është ish vjerra e Blertës, e cila her pas here fikte telefonit dhe më pas ja hapte dhe më thoshte po do dal, do flas, ja po pres djalin sepse po më vjen djali nga Italia dhe ai do të flasë dhe ai ka dokumentat me vete. Dhe akoma unë po presja të hap telefonin, por nuk po e hap akoma. Ndërkohë, sa po kam mbaruar një mbledhje e një, domethënë ka qenë një këshill i posaçëm i cili ka marrë në shqyrtim këtë situatë dhe kanë vendosur që t'i bëhet pasaportizimi fëmijëve dhe Blertës këtu në Durrës, pasi ata nuk e kanë pasaportizimin këtu. Ata e kanë në vahun e Dejës. Të merren në kujdes fëmijët, mama si gjendet një punë 8 orarshe që ajo të ketë mundësi të kujdeset për fëmijët e saj. Fëmija do të kalojnë në proceset e dezinfektimit në mënyrë që fëmijët të kenë mundësi të rikthehen aty dhe të jetojnë shëndetshëm bashkë me maman e tyre. Dhe do të shikojmë tani Albana, unë dua të kuptoj pak. Kemi ne një përgjigje për këtë video sepse duam të kuptojmë, kjo video ka qenë një video abuzive apo ka qenë një video e vërtetë e shpërndarë? Unë prandaj pyeta edhe fëmijët, sepse desha ta merja vetë nga ta dëshmin, por me sa duket edhe ata kishin një lloj presioni psikologjik, nuk ishin dhe ata mirë, megjithatë ata më konfirmuan që mamaja vjen çdo ditë dhe kujdeset për ne. Më tepër nuk mundeshin dhe ata do të flisnin, sepse unë hyra ju thash, hyra ndoshta edhe në mënyrën jo të duhur, sepse nuk lejohet që të futesh aty. Qartë për të marrë lajmin. Me aq sa arrita të flisja me ta, ata u shprehën që mamaja e tyre është e dedikuar tek fëmijët e tyre. E pyeta edhe Blertën vetë përse ka ndodhur kjo, ajo tha që është një manipulim i vjerësime, sepse ajo tha ka pasur këtë mënyrë të proceduari, edhe menuesen tjetër e ka bërë këtë, por nuk ja ka dalë dot. Me mua tha arriti që të bënte arriti deri këtu, megjithatë Blerta tha që ajo shprehimisht kështu. Unë i kam lënë Zotin vjerës time, tha. Megjithatë ne po presim. Albana, gjithsesi për te e kuptoj, për te komenteve të cilat mund të jenë pakës emotive, unë dua të kuptoj tani rasti. Video e shpërndar, është një video që e ka shpërndar. Po e kuptoj, është një video e cila është shpërndar nga Vjera, apo jo? Gjendja pretendimi që ngre Vjera se ka gjetur shtëpinë, gjendja që ka gjetur shtëpinë në momentin që ka hyrë brenda. Po. Blerta thot që fëmijët nuk është e vërtet që kanë një muaj pa shkuar në shkollë për arsye të saj. Fëmijët kanë një muaj pa shkuar në shkollë pasi kanë qenë pushime dimrore, gati 2 javë. Ndodhi dhe situata e përmbytjeve, ata nuk kanë pasur as ujë në shtëpi, madje tha unë bidonat e ujit ja u kisha blerë, ja u kisha lënë aty, madje çdo darkë ngrohja ujë dhe ja vija për të ngrohur, sepse kushtet ndoshta nuk kanë qenë edhe aq, a nuk ishte mundësitë ekonomike dhe aq për të siguruar fëmijëve të tyre të gjitha kushtet e duhura. Fëmijët madje ta ishin fëmijë të mirë, saqë edhe kur dikush u dhuronte ndonjë lek, ndonjë gjë, ata e mblidhnin dhe ma jepnin mua dhe thoshin merri mami dhe bli gjëra që na duhen për shtëpinë. Po kjo është, unë këtë dua të kuptoj edhe një herë, kjo është gjendja e një shtëpie të gjetur në këtë lloj forme apo është gjendja e një shtëpie që e ka bërë vetë Vjera? Blerta thot pretendimi që ka Blerta, këtë dua të kuptoj. Blerta thot jo, nuk e kam lënë në këtë gjendje shtëpinë. Blerta thot nuk e kam lënë në këtë gjendje shtëpinë. E kuptoj. Dhe kjo është shtëpia, e qartë, dhe kjo është shtëpia me qera.
Po. Tani, e Greta qartë. thotë që unë marr një rrogë 40.000 lekë në muaj, 30.000 lekë më bën qiraja dhe unë duhet të punoj patjetër thotë që të ushqej fëmijët, ndërkohë që babai ka dhënë një pension ose mund ta themi kështu prej 180.000 lekë të vjetra në muaj për fëmijët e tyre, por që nuk ja del. Në qartë. Po, Softa. Ja ta diskutoj edhe pak me Softën, ndërkohë që ti mund bësh përpjekjet e tua për të patur edhe në Vjerën në lidhje nëse ose ish bashkëshortin në lidhje me pretendimin e pagesës, edhe dua të kuptoj a është bërë pagesa gjithmonë korrekte Pasi nëse do në të shikosh muaj. telefonatat, Po. Patjetër. Ish Vjera e Blertës njëre fik dhe njëre ndes telefonin dhe si duket nga që nuk e njeh numrin dhe i vjen numër pa emër, ajo e hap sepse nuk e di se këpret në telefon, por sa herë që unë e kam marrë, madje më ka dalë dhe një mbese saj, më tha unë jam mbesa, po presim të vi djali. Djali është këtu, është aty, po vjen është rrugës, para 2 orësh afërsisht më tha që është në Vorë dhe po vjen, por deri tani asnjë përgjigje. E qartë, mirë. Okej, Albana, ja të përfshi edhe Softën. Kemi një rast në familje, një denoncim i cili vjen brenda familjes. Video e parë në këtë formë, sigurisht që do analizë, është e rëndë. Po më vazhdo të flitë. Është e bërë, apo e ka gjetur, kjo është pjesë për ta. Për të diskutuar më pas, po. Ajo nuk është një gjendje e një shtëpie normale. Jo. Ka neglizhencë, 3 gjëra që mund të themi, ose unë nuk them dot vëm analizën në një diskutim. Pra, neglizhenca, keq trajtimi dhe emergjenca sociale, një nevojë për emergjencë sociale. E shkon për në punë. Nuk mund ta zëvendësojë kërkush nënën. Po minimalisht nëna si ku do, ato kamerat që vendosin për fëmijët e vegjël në shtëpia, thjesht për merakun e tyre për të parë çfarë bëjnë këta fëmijët e mi, kur unë jam një turn ose si shta, jam në 2 turne. Tani të lesh 3 fëmijë në 2 turne, pavarësisht nga nevoja jetike për mbijetesë, është shumë e rëndë dhe prekse. Por duhet parë, për shembull, ata fëmijë mund të vënë zjarrin, mund të binë në korrent, mund të kemë probleme për jetesën e tyre. A mban përgjegjësi nëna? Pra, unë e kuptoj mbijetesën, po mbijetesa mund t'i drejtohesh një ndihmë disa institucioneve. Kështu që kjo gjë ne nuk e dim njëherë nëse i ka bërë ajo kërkesë institucioneve apo jo. Për shembull, edhe këtë nuk e dim. Po këto të gjitha do të jenë pjesë të asaj që ne themi analizë. Po. Dhe analiza do të themi ka pasur konflikte me Vjerën, ka pasur konflikte me ish-Vjerën, por nuk besoj që analizat në çojë që një konflikt vi në këtë video. Kjo video pastaj tregon, o ka pasur një konflikt që mund të jetë shumë i rëndë, që duhet hetohet. Ose kjo është gjendja. Okej, ta përfshi pak Albanën, me që po Albana. Flori, e dëgjova Softën teksa tha në fakt ta mban përgjegjësi mamaja dhe ka kërkuar ndihmë. Mamaja ka kërkuar ndihmë të paktën sipas thënieve të saj. Madje edhe psikologja e shkollës ka kërkuar ndihmë, po ndihma nuk është ofruar. Të paktën kështu është thënë nga mamaja. Ndihmë ku? Në pushtetin lokal. Ka pasur pasaportizimin këtu. Po. Tek pushteti lokal. Kur ka nevojë robi për një ndihmë sociale, kudo që të jetë, jepet gjithmonë në rastin e një familje. Jo, e di çfarë duhet kuptoj unë duhet të kuptoj këtë se jam shumë dakord që ne e gjykojmë pak edhe ftohtë këtë rastin. Po, unë shoh që mund të jetë edhe një gjendje pak, pra nga ambienti aty, ne jemi psikolog profesionist, po me çfarë mund të shohim, sigurisht ai është ambienti i një njeriu të dorëzuar. Se një njeri i cili është një njeriu, flasi një njeriu të dorëzuar me 3 fëmijë, i cili jeton në ato lloj kushtesh, pra jeton në atë ambient, nuk besoj që imagjinoj si një familje. Si mund të kalosh një herë aty. Do thënë është diçka. Por ajo çfarë tha zonja gazetare. Po ky është edhe një lloj dështimi vendit i shtetit tonë social. Po patjetër. Të vërtetën. Patjetër, gjithmonë nëse zonja në fjalë ka kërkuar ndihmë dhe si ka shkuar. Ka kërkuar ose ashtu. Por më ngrohi zonja me atë lajmin që tha që është mbledh Këshilli Bashkiak për t'i akorduar edhe pasaportizimin, edhe për t'i ardhur në ndihmë, për t'i lidhur një ndihmë sociale. Kjo është diçka për t'u duartrokitur, sepse ndoshta është sensibilizuar mas këtij lajmi, mas këtij publikimi, ose mas diçka mas reagimeve të ndryshme nga gazetarët, nga opinionistët. Tani, avokat, çfarë ndodh në rastin e denoncimit të gjyshës? Gjyshja ka bërë denoncimin e saj,
çfarë rëndon mbi nënën, Patjetër, dhe tani merret një cilat do kallëzim jenë hapat ligjore që do ndiqen, Patjetër, merret çfarë do ndodh me fëmijët. Patjetër, pra, merret një kallëzim penal, sikur sa është marrë nga zonja fjalë gjyshe, le ta quajmë, dhe policia pastaj verifikon kushtet dhe rrethanat se si qysh të ka ndodhur. Unë uroj shumë që mos ikin të në 124, sikur se të thash, që quhet braktisja e fëmijës, që është Nëse shkojmë tek braktisja e fëmijëve, çfarë ndodh me fëmijët? që është me 2 paragrafe, me gjop deri një vit paragrafi parë, dhe në çështë shkakton dëmtime të mëdha, qoftë psikologjike, qoftë sociale të fëmijët, është gjop deri në 2 vjet. Unë shpresoj që kësaj vajze, nënës së 3 fëmijëve të mitur, mos t'i ndodhin asnjë gjë, por thjesht ketë edhe anën sociale, ndihmën sociale nga institucionet lokale, në këtë rast Bashkia e Durrësit. Por pse jo edhe nga biznesmen mund të bëjmë thirrje të ndryshme që të japin një dorë kësaj nëne të vetmuar që po rrit 3 fëmijë të mitur. Të mitur, edhe vetëm. Ne do vazhdojmë përsëri. Albana, të falenderoj për raportimin. Nëse gjyshja kërkon që të futet në program, unë live jam, në çdo moment në kohë reale mund të futet nëpërmjet një lidhje edhe të bëj ajo sqarimin e saj të historisë. Falenderoj edhe ty për raportimin edhe për përfshirjen e nënës në këtë çështje.